Mirë dita të gjithëve dhe mirë se keni ardhur. I nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushi. E nderuar zonja Monika Vjera, përfaqësuese e Fondacionit Muzeu Civici në Venecie. E nderuar profesoresha Lucia Nadin. Të nderuar akademik, pjesëmarrës shumë të mirëpritur në këtë aktivitet që Akademia e Shkencave në bashkëpunim me Muzeu Civici di Venezia dhe Universiteti për Biznes dhe Teknologji në Prishtinë organizojnë këtë konferencë shkencore dhe ekspozit Karl Gega dhe Zemeringu, njëekurull për të ndryshuar historinë. Mund të them që kemi një pjesë të madhe kohe që jemi angazhuar me këtë aktivitet, i një rëndësie të veçantë për arsye se shoqërohet edhe me një ekspozit shumë të pasur për inxhinierin me origjinë shqiptare Karl Gega. Për të përshëndetur këtë aktivitet të rëndësishëm, ftojmë akademik Skënder Gjinushin, kryetar të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Të nderuar pjesëmarrës, kënaqësi që më jepet rasti të them dy fjalë në hapje të kësaj konference. Sigurisht pari dëshiroj të përgëzoj organizatorët ose kontribuesit kryesor. Pra ky aktivitet nuk do të zhvilloj pa iniciativën, pasionin dhe angazhimin e profesoresh Lucia Nadin në bashkëpunim sigurisht dhe me Muzeun Korer të Venecias, pra dhe bashkëpunim me miqtë tanë italian, pra që të treguan shumë të gatshëm për të vënë dispozicion të dy aktiviteteve që zhvillohen sot, pra kësaj konference dhe të ekspozitës për Karl Gega. Sigurisht këtu do flitet gjatë për këtë figurë të shquar, për këtë inxhinier genial, kështu që mos më mbetet shumë për të thënë. Mjafton të thuhet që ai renditet ndër 100 figurat kryesore, mendjet më të ndritura të Austrisë, krahas figura të tilla si Mozarti, Schuberti, Kafka e të tjerë, pra dhe mjafton kaq për të kuptuar dimensionet e Karl Gegës. Dhe sigurisht për figura të tilla është folur gjatë dhe do të flitet gjatë. Dhe mund të thuhet që çfarë do thuhet e re në këtë konferencë, pikërisht në sajt të punës tepër minucioze të Lucias, gjithmonë dalin të reja në arkivat e Venedikut në këtë drejtim, pra publiku shqiptar do të njihet më drejt për drejt, qoftë nëpërmjet kësaj konference si dhe në ekspozita mbi këtë figurë. Ne jemi krenar që ajo Karl Gega është me origjinë shqiptare, sigurisht tendenca nuk është për ta përvetësuar, por për të shprehur mirënjohjen, për shprehur vlerësimin dhe krenarin që Karl Gega rreshtohet krahas shqiptarëve të tjerë të mëdhenj si Mojsiu apo Ismail Kadare apo Nën Tereza. Kështu që ju uroj kësaj konference suksese, punime të mbara. Falenderoj gjithë ata që do kontribuojnë me referimet dhe prezantimet e tyre dhe gjithë juve që na nderoni me pjesëmarrjen tuaj në këtë konferencë. Suksese, punime të mbara. Kam nderin të jap një fjalë përshëndetëse përfaqësueses së Fondacionit të Muzeut Civici nga Venecia, zonjës Monika Vjero. Grazie Presidente. Grazie di cuore per questo invito. L'iniziativa che oggi si presenta rende merito e onore a Carlo Gega, albanese di origine,
veneziano di nascita e europeo per ideali identitari, figura eminente dell'ingegneria ottocentesca e protagonista del dialogo culturale transnazionale. Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione di valorizzazione e riscoperta di un patrimonio comune che unisce Venezia e Albania attraverso la figura di un grande innovatore, un innovatore visionario, una personalità forte, la cui opera ha lasciato un segno indelebile nella storia delle infrastrutture e della modernità europea. La città di Venezia, la fondazione dei musei civici che io oggi rappresento, portando i saluti della nostra presidente, dottoressa Maria Cristina Gribaudi, della nostra direttrice scientifica, dottoressa Chiara Squarcina, sono pertanto particolarmente liete di aver collaborato a questa iniziativa, mettendo a disposizione gli importanti documenti e materiali conservati presso il Museo Civico Correr di Venezia, cui Ghega li destinò con un generoso atto testamentario, affidando in perpetuo la memoria della sua opera alla città natale. Conservare e tutelare questo importante patrimonio significa preservare la memoria storica, facilitare la ricerca, promuovere la cultura. E proprio in tale direzione vanno i lavori di questo convegno di oggi, e dell'iniziativa della mostra, al tempo stesso divulgativa, ma di aggiornamento degli studi. Il nostro grazie va dunque in primo luogo al primo ministro della Repubblica di Albania, Edi Rama, che ha appoggiato fin da subito l'idea di realizzare questa iniziativa importante nel nome di Carlo Ghega e in quello dell'antico e forte legame che nei secoli ha unito le due sponde dell'Adriatico. Un sentito ringraziamento naturalmente all'Accademia delle Scienze di Albania per avere promosso l'iniziativa e al suo presidente, professor Skender Ginusci, per l'impegno di promuovere la conoscenza scientifica e storica in ambito internazionale, ospitando e promuovendo proprio questo importante convegno, oltre ad aver collaborato alla realizzazione del catalogo. Grazie naturalmente a tutto il team dell'Accademia che ha lavorato al progetto sotto la direzione del professor Jessy Moggia e a tutti quelli che hanno contribuito a dare vita a questa mostra e al suo innovativo allestimento che arricchisce il patrimonio culturale del nostro Museo Correr, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire l'opera e l'eredità di un protagonista del progresso tecnico e umano del suo tempo. Grazie anche al rettore dell'Università UBT di Pristina, Kosovo, partner dell'Accademia delle Scienze, che ospiterà la seconda importante tappa di questa mostra. Infine, ma non ultimo, il nostro più grande ringraziamento, grande e affettuoso, se posso permettermi, va alla professoressa Lucia Nadin, grande amica del nostro patrimonio culturale, che insieme a John Radovani e con la collaborazione scientifica di Camillo Tonini, già direttore delle collezioni storiche del Museo Correr, ha curato questa mostra e il suo importante catalogo, traguardo di anni di ricerche e di studi infaticabili e condotti con l'intelligenza della ricercatrice esperta, in una vita dedicata, oltre che agli studi veneziani e albanesi, anche al consolidamento dei rapporti e degli scambi culturali tra i nostri due paesi. E non posso non ricordare l'importante lavoro sugli statuti di Scutari, conservato al Museo Correr, che appunto è stato pubblicato nel 2002. Preziosa dunque è quella di oggi, nel nome di Carlo Ghega, una preziosa occasione di rinnovare una prestigiosa partnership che rafforza rapporti già esistenti in altri campi e settori tra i nostri due paesi, in nome della cultura e della collaborazione interistituzionale, nella convinzione che il dialogo attraverso la cultura sia fondamentale per costruire ponti tra storie, identità diverse ma profondamente interconnesse. Grazie. Molto grazie, signora Vieri. Tani kam kënaqësinë t'ia jap fjalën një prej bashkëpunëtorëve dhe bashkëorganizatorëve të këtij aktiviteti shumë të rëndësishëm, rektorit të Universitetit për Biznes dhe Teknologji të Kosovës, zotit profesor doktor Edmond Hajris. Mëngjesi, mirëdita, përshëndetje të gjithëve, nderuar kryetarë, nderuar profesor Buçia, nderuar hoxha akademik, kolegë, musafir, kontribus.
Më lejoni që edhe unë në emrin të UBT-s t'ju përshëndes, kam nderin dhe kënaqësinë që t'jem prezent dhe natyrisht qysh në fillim falenderoj Akademinë e Shkencave, posaçërisht profesor Lucian për ftesën e saj që edhe ne t'i bashkohemi një procesi dhe një kontributi që është vërtet shumë i rëndësishëm që të jemi pjesë e konferencës sot, por njëkohësisht edhe pjesës e ekspozitës e cila do të bëhet mazite. Unë kam pas nderin të takoj profesoreshën në Venedikt, ta vizitojmë dhe muzeun dhe para shumë një ndëlidhje emocionale me veprat, me prekjen e dokumenteve themi origjinale, duke konfirmu edhe informacionet që kisha, për shkak se unë kam studiu jetu në Austri dhe Karl Gega gjithherë ka qenë pjesë e debatit tonë edhe si emigrant shqiptar në Austri, po njëkohësisht edhe si pjesë e kontributit të tij në nivelin e perandorisë austro-hungareze, austriakëve dhe natyrisht mandej edhe në nivelin themi evropian dhe ndërkombëtar. Dhe realisht UBT-s i intereson shumë vepra e Karl Gegës, nga fakti se ne jemi mjaft të fokusuar te pjesa e inxhinierisë, teknologjisë, inovacionit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe mund të themi se kur lexon, krahason, reflekton mbi punën dhe veprën e tij, atëherë ai është i rëndësishëm jo vetëm atëherë kur ka qenë si kontribues për mendimin tim një prej transformuesve, ose zhvilluesve, shtysëve të industrionit kohës së industrisë, revolucionit industrial, po është aktual edhe sot, domethënë me çështjen ne sot jetojmë në një revolucion të konvergjencës dhe ai atje me veprat e tij ka qenë konvergjent, ka sjell ndërlidhjen e kompetencave të ndryshme në një bashkëveprim, që sot po ashtu është aktuale. Edhe dizajni që ka bë në konfirmim që të dizajnoj diçka duke mos e dëmtuar natyrën. Domethënë ne po flasim sot për zhvillimin e qëndrueshëm, ai atëherë ka punu në këtë frym. Mandej projektet e tjera kanë qenë vizionar në kuptimin që kanë nxit dhe zhvillime të tjera teknologjike, për shembull pjerësia, konceptet e formateve të ndryshme kanë shtyr edhe teknologjinë dhe makinat me avull që të ndryshojnë, të transformohen apo të zhvillohen. Do të thjesht ka bërë shumë ndryshime dhe nëse marrim andaj këtë nga aspekti ekonomik, shkurtesën e kohës, ndërlidhjen e këto ka ndikuar shumë edhe në rritjen e zhvillimit ekonomik. Domethënë në mënyrë direkte apo indirekte ka qenë edhe kontribues i ndërlidhjeve botërore dhe duke marrë parasysh se në disa pika ka qenë i pari, atëherë reflekton që ka bërë diçka të veçantë dhe kryetari përmendet që jo rastisht ai është hyrë dhe ka mbetë. Unë e kam përjetuar dhe Shillingun me fotografinë e Karl Gegës, që ishte një kënaqësi. Po natyrisht kishim edhe debate, nëse takojshëm ndonjë austriak që do thotë jo, kjo është austriak, po disa ishin kapriarë dhe shqiptarë. Ishin mendime të ndërlidhura. Profesor Lucia ka gjetë dëshkrimet e tij, na ka sjellë sot këtu dhe na konfirmon gjithë për procesin dhe kjo është vërtet një kënaqësi e veçantë. Për këtë arsye jam shumë i lumtur. Ne do t'i japim vëmendje të veçantë Karl Gegës tash edhe më shumë me këtë botim, duke e fokusuar, duke i dhënë vlerë, duke ia dhënë emrin e tij te Fakulteti i Ndërtimit, te arkitektura, edhe duke u ndiq krenar edhe duke gjeneruar edhe vlera. Besoj se ne do të punojmë edhe më shumë së bashku duke përdorur dhe teknologji që personalitete të tilla edhe me prejardhje natyrisht kombëtare ti zbardhëm, ti konfirmojmë dhe ti paraqesim si rol model për të rinjt. Realisht Karl Gega dhe sot është frymëzues për studentët, është frymëzues për neve dhe kjo i bën që ai nuk është zbej me kalimin e kohës, përkundrazi mbetet aktual me vizionin, me punën dhe integrimin e tij. Kum pa që Karl Gega ka qenë edhe studius, ka lëviz nëpër botë për të marrë praktikat e mira, për të bërë transferin e dijes, dhe kjo është një konfirmim që inovacioni nuk vjen nga vetveta gjithëherë, po është një ndërlidhje e praktikave të mira dhe thjesht në gjithë këtë sferën e praktikave që ne sot i shpjegojmë apo i debatojmë, Karl Gega mund të merret edhe si studim dhe është kënaqësi që këtë. Prandaj edhe një herë profesorisht falenderoj shumë për kontributin, për çastin, për energjinë e madhe që ke, për natyrisht edhe gjithë kolegët tjerë, Akademinë e Shkencave, dhe Gjonin dhe kolegë që kanë ndihmuar që ky moment të jetë një moment i bukur edhe krenar. Faleminderit shumë. Miro pafshim ne.
Faleminderit zoti Ajridi për kontributin bashkëpunues, por njëkohësisht edhe për fjalën përshëndetse këtu në këtë auditor. Tani do të kalojmë në seancën tjetër që konsiderohet si seanca studimore me kumtesa dhe së pari kryeorganizatorja e këtij aktiviteti, profesoresa Lucia Nadin, që prej shumë vitesh ka kontribuar me qëmtimin e dokumenteve për historinë e Shqipërisë në Venedik, e kurorëzon këtë punë sot me një kumtesë, Gega, historia e një familje nobel me origjinë shqiptare. Mirëditë të gjithë. Një falënderim të veçantë i shkon Akademie Scienze, Presidente Ginushi, continuo in italiano perché il mio albanese è proprio zoppicante. Allora, grazie, ce l'abbiamo fatta ad essere qui oggi, ce l'abbiamo fatta realizzare questa mostra con una fatica immensa, dovuta anche alla mia malattia. Io non